Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Falëndrimi dhe lavdrimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, Zotit të botrave, atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamit e dërgojmë zotërisë së pejgamber dhe më dashurit ton, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë sunnetin e tina deri në ditën e gjykimit. Allahu na bëfri tyre. Vëllezër, koha të cilën jetojmë, një kohë ku e keqja, veset e këqija kanë filluar me u pas sikur diçka e lehtë, edhe me u bëhet krejtësisht normale në mesin tonë, po flasim për në mesin e besimtarëve. Apo edhe vështirësia për me kundërshtu këtë keqe, vetë se është bërë edhe më e madhe. Ma herët, ndoshta kur është po një e keqe në rrugë, ose dikon kudo në mesin e një shoqërie, ka qenë e lehtë me u kundërshtu ajo, ka qenë e lehtë me u folë kundër sajna, por se sot, në zamanin të cilin jena duke jetuna, kjo çështje vetë se ka filluar edhe më bë edhe më vështirë. Pse? Se të keqen e kena normalizuar në vetët e tona. Çështjen e haramit e kena normalizuar në vetët e tona. Kjo po flasim për çështjet, për mëkatet të cilat bëhen publikisht, haramet të cilat vazhdojnë me u reklamue non-stop pa mos, çështjet e padrejta apo padrejtësia vazhdon të arsyetohet në mesin e muslimanëve me lloj-lloj arsye të ndryshme, e shes se është e keqe, e shes se është e padrejtë, e shes se është gjuna, edhe vazhdon ato me gjetën mënyra të arsyetimit për me arsyetuar atë keqe të cilën Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kanë dhënë arsye asajna, edhe e shohim se zemrat e tona janë mësuar me këto këqija. Zemrat e tona janë mësuar me këto gjunahe. Zemrat e tona janë normalizuar me mëkate. Kur zemra normalizohet me mëkatin, ajo vetë se i ngjason gurit. Pse gurit? Se guri qahet. Është qah kur e ka dëgjuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal", sikur na kishmi me zbrit këtë Kur'an mbi një kodër, ajo kishte me u dridh edhe me u qah për frikës Allahut subhanahu wa taala. Kur zemra normalizohet me mëkate, ajo bëhet edhe më e ngurtë, edhe më e fortë se ç'kjo kodër ose guri, se në tonë nuk ndikon fjala e Allahut, Allahu na ruaj prej sajna. Sot ndalemi te pjesa e hadithit, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Said al-Khudri radhiyallahu anhu, thot: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul", e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi", e kush prej juve e sheh ndonjë të keqe, kush prej juve e sheh diçka të urrëtur, le ta ndron ato, le ta largon ato me dorën e tina, le ta kundërshton ato me dorën e tina. Fa in lam yastati' fa bi lisani, edhe nëse nuk mundesh me kundërshtu edhe me ndryshu ato me dorë, atëherë kundërshtoje me gjuhë duke fol kundër asaj dukurie. Fa in lam yastati' fa bi qalbi, e nëse nuk mundesh as me fol kundër sajna, atëherë mjafton që ti me urrejtën ato me zemër, por se dije wa dhalika min adhafi al-iman, se urrejtja veç me zemër, me urrejt keqen, është për imanit më dopt. Është me imanit më dopt. Na sot do të trajtojmë vetëm këtë pjesën, fa in lam yastati' fa bi qalbi, e kush nuk mundet me ndryshu me diçka tjetër, atëherë le ta urrejnë veç me zemrën e tina. Çfarë do të thotë me ndryshu e një të keqe me zemrën tënde? Dy pjesë e para të hadithit flasin me ndryshu ato me dorën tënde, edhe me ndryshu ato me gjuhën tënde. E sheh një të keqe, e sheh një haram, e sheh një bidat, e sheh çka do të qoftë, diçka të cilën nuk është në përputhje me librin e Allahut, edhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhesh me reague fizikisht me durët e tua për me e ndalë ato, për me e ndryshuar ato. Edhe pse kjo është mjaft e vështirë. Nëse nuk mundesh, fa in lam tastati', apo fa in lam yastati' fa bi lisani, nëse nuk mundesh me ndryshuar ato me durët e tua, atëherë e ndryshon apo e urren ato me gojën tonë, qysh, duke fol kundër asaj dukurie. Është një dukuri tash mesin tonë, me fol në hutbe, me fol në ders, me fol në mesin e shoqërisë, me fol në familje, me fol në shkollë, me fol në rrugë, kudo që ty t'jepet mundësia, me fol kundër çasojna. Po nëse as që kjo nuk t'jepet ty mundësia, as për që tonë nuk mundesh me e bëhe, atëherë
bi qalbihi, atëherë me urrejt në zemrën tonë, wa dhalika min ad'afil iman, por se kjo çështje është prej imanit më dobët. Shumë njerëz e mendojnë se kjo është pjesa më e lehtë. E sheni të keqe në rrugë, e sheni keqe në shoqëri, me urrejt dhe me zemër, kjo është diçka më e lehtë. Por se dietarët thonë se asgjë kjo nuk është e lehtë. Asgjë kjo me urrejt dhe me zemrën tonë nuk është e lehtë. Thot Imam Nevawiu, Allahu më shëroft, kjo do të thotë ta urrejsh ato të keqe, të mos jesh i kënaqur me të edhe të largohesh prej sajna. Nuk mjafton veç me ia thonë, unë nuk po e bëj këto. Unë nuk e veproj këto. Unë nuk e përkrahi këto, por se duhesh ta urrejsh për hir të Allahut subhanahu wa taala, të ndjesh dhimbje kur ajo shfaqet në mesin e njerëzve, pastaj të mos e aprovosh ti ato, të mos e justifikosh, të mos gjesh arsye për çat keqe, edhe mos me admiruar, mos me e dashtën. Çështja është një problem në mesin e shoqërisë apo në mesin e xhamatit tonë. Plot pe vëllezërin e një se unë nuk jam pjesë e sajna. Ç'kesha ka ndodhur, unë nuk jam pjesë e sajna. Nuk është veç kjo. Nuk është që ti që të vepër e ke urrejsh me zemrën tënde. Por se me urrejt ato për hir të Allahut subhanahu wa taala. Tjetra, ç'ajo ka ndodhur ti me shfaqën dhimbje, me kallëzu të tjerë, që për ç'kesha po ndodh, nuk po më bëu kurrë, ama për një më po më dhan zemër. Për një më po më dhan zemër. Tjetra, mos me aprovu ato. Mos me aprovu, mos me gjetë arsye për çat situatë të cilën ka ndodhur. Por se me mundu çdo herë edhe me ndryshuar ato. Rreziku është kur zemra nuk reagon ndaj këqijave. Që kjo është pjesa e fundit që shumica prej neve të hadithi e mendojnë si diçka e lehtë. E mendojnë si diçka e lehtë, ama nuk është e lehtë hiç. Më e rënda e kësajna është kur zemra jote nuk ndjen asnjë dhimbje për një mëkat apo për një vepër të keqe e cila është duke ndodhur në shoqërinë tonë. Thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, thoshte se do të vini kohë, do të vjen një kohë, një zaman ku njerëzit nuk do ta njohin të mirën, edhe nuk do ta urrejnë të keqen. Kjo lidhet me pjesën e hutbës dietë që ne kena pasna. Kur vazhdon me u normalizue e keqja në mesin tonë. Kur vazhdojnë gjunahet edhe veprat e këqija me u normalizue në mesin tonë, po flasim për mesin e muslimanëve, për mesin e besimtarëve, edhe pastaj ne nuk ndjejna asgjë. As nuk e njohim të mirën, adetin e mirë të që ne kena pasur në popullin tonë, apo çështjet e mira të cilat me dallu mirën dhe të keqen, edhe nuk kena urrejtje për veset e këqija. A pak veset e këqija tash janë duke ardhur te na? A pak veset e këqija janë duke ardhur pe tjerë në mesin e muslimanëve, edhe në mesin e vendit tonë atje? Shumë këqija. Lloj-lloj ligji, lloj-lloj adeti, lloj-lloj kulture, edhe kena fillu me kohën duke i normalizu. Po, kjo është e drejtë e tina, unë s'kam drejtë me ju përzik tina. Edhe që kjo shka është të bukur, edhe kjo është e drejtë e tina. Filan shteti ja lejon tina me ligj. Edhe kena fillue edhe zemrën tonë me e shëndru me një lloj ligji botror. Dorsa Allahu subhanahu wa taala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të ka mësue ty dhe të ka edukue ty që zemrën tonë me eduku në frymën e Islamit. Edhe nëse nuk e kije vendin mundësin me jetuen që të frymë, të paktën ti me urritën këtë frymë. Të paktën familjen tonë familjen tonë dhe ti me rritën këtë frymë. Edhe kur vinë të këqija ti çdo herë edhe me i sulmu edhe më shumë. Problemi më i madh është kur mëkatet të cilat shfaqen mos me i konsideru ti si mëkat. Gjinoja i cili shfaqet në mes e njerëzve, ti mos me konsideru ato si mëkat. Thot Allahu subhanahu wa taala, khatama Allahu ala qulubihim. Kur ti nuk e sheh mëkatin si mëkat, kur ti nuk e sheh të keqen si të keqe, kur ti nuk e sheh bidatin si bidat, kur ti nuk e sheh kufrin si kufër, dhe vazhdoj të mund normalizu në sytë të në zemrën tonë, khatem Allahu ala qulubihim, thot Allahu në Kur'an, se Allahu ja ka volos aty në zemra. Dhe kjo është gjendja më e rëndë. Kur robit i volosën zemra në një gjendje të keqe. Dietarët i shpjegojnë se zemra nuk mundet me u volos për një herë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, vazhdon biri i Ademit me gënjye, derisa te Allahu subhanahu wa taala të shkruhet gënjeshtar. Kur shkruhet Allahu subhanahu wa taala gënjeshtar, atëherë ai nuk din me dallu të vërtetën prej rrënës. Nuk din me dallu, edhe më kon tu kallzu një ngjarje të vërtetë pa e përzi pak. Me ndonjë gënjeshtër nuk mundet. Pse nuk mundet? Se ju ka volosur tina zemra. Kur volosë zemra, normalizohet gjendja. Andaj, kur nuk e shohim në mëkatin si mëkat është, kur na mësohemi në mëkate.
Kur na nuk e shohim bidatin si bidat është kur na mësohemi bidat. Kur nuk e shohim na kufrin si kufër është kur na mësohemi në to Allahu na ruaj prej kësaj gjendje. Fillimisht njeriu nuk e sheh ato si të keqe. Veprën nuk e sheh si të keqe. Pastaj mësohet me ta. Ajo vazhdon me u dalë çdo ditë, me u praktikuar çdo ditë. Për shembull, zhveshja. Po e marrim diçka më të thjeshtën, por se te Allahu subhanahu wa taala është më e rënda. Po e marrim zhveshja. Mos veshja e grave apo motrave tona apo vajzave tona me veshjen islame. Zhveshja në përgjithësi. Nuk po shkojnë te ekstremi që ne shohim këtu në rrugë. Me zhveshjen, në gjeneratët e mëhershme, kur e kam po që veç diçka nuk është mbulu, e kam po si të madhe. Tashti ka pasaj gjenerat mas gjenerat ka fillu mu normalizu ajo. Ka fillu mu hekën pak një pjesë të teshave, jo shumë gjona, jo shumë zeza, pak ma me ngjyra, pak ma moderne, pastaj shamia jo shumë e madhe, pak ma e vogël, pak ma ndryshe, tana jo mu mluke i ftyra, s'ka nevojë mu mluke i durt, por se me vazhduhe, tana jo mu zbukurue, jo mu ndreq, deri sa ka orë edhe u hek shamia krejt. Kur është hek mbulesa krejt, kina fillu tana mu normalizu me i po gratë pa mbulesa. Kur kina fillu mu normalizu, i na mësuna me që gjuna, se kjo gjuna. Kur i na mësuna me që gjuna, tash t'i den rrugë, ndoshta e shek i zhveshur, edhe mo nuk të rek. Nuk ndjen ti më dhimbje. Pse? Se i na mësu me mëkatin. I na mësu me mëkatin. Pastaj e pranon ti këto në zemrën tonë, e pranon ti në gjoksin tonë, nuk e mbron ato, edhe pastaj zemra vdes. Tash me e po një motër me mbulesë, në shesh këtu, tu ecë me veshje tamam islame, s'tash be veni i kësajna me hetë këtu, me shetë që shë mbu krejt. Me një ren e kundërshtojna qëto, a faktikisht që ajo është për më mbrojt e që kjo është për më sulmuar. Kjo është realitetet i cili po ndodhë të na dhe po vazhdojnë edhe na me e dëgju e çdo ditë, Allahu na fal për kësajna. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idha adhnaba dhanban nukita fi qalbihi nuktatan sauda, kur robi e bën një mëkat, në zemrën e tij na vendoset një pikë e zezë. Një pikë e zezë. Pastaj çdo mëkat e lë gjurmën. Çdo mëkat e cilin e bën nga një pikë e zezë. Çdo mëkat nga një pikë e zezë derisa të bëhet komplet zemra e zezë, Allah na ruaj prej saj. Çdo shikim në haram, çdo gënjeshtër, çdo padrejtësi, çdo përgojim gibet të cilin e bojna. Edhe nëse vazhdohet në to, edhe nuk kundërshtohen ato, zemra rrësohet. Zemra rrësohet, derisa mos të dallojna të vërtetën prej të kotës. Derisa ti mbështjellni këto dyja. Kur urrejtja e mëkatit zhduket. Urrejtja për mëkatin zhduket, edhe kjo nuk është urrni të cilin na ka dhënë neve Allahu subhanahu wa taala edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thati Ibn Qayyim Allahu më shëroft, mëkati më i rrezikshëm nuk është ai që bëhet me gjymtyr. Një mëkat të cilin ti e bën me durët e tua ose me kontet e tua, por mëkati më i rrezikshëm është ai mëkat i cili e smun zemrën tonë. Pse? Se kur smun zemra jote, ajo normalizohet me ato. Edhe vazhdon me urrit me to Allahu na ruaj prej saj. Pse kur zemra smuret, syri që shikon haram e sheh ato si pa problem. Mësohet syni me këshirën haramin. Pastaj veshi mësohet me dëgju haramin. Ma herët, djetor gjenerata po flasin për gjeneratën e selefit, gjenerata më e artë e umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kanë dëgju jo muzikë me instrumente, por kur kanë dëgju poezia me fjalë të kota, janë mundu me ndalë ata. Pastaj, kur kanë dalën instrumentet, ka pasur për mëdhëpe që kanë vazhduar me kundërshtu ato deri në maksimum me ndalë në cilin vend që e kanë një ato. Sot na hyna në restorane me muzikë, nuk e kena problem. Hyna në markete në muzikë, nuk e kena problem. Edhe pse, ndoshta gjendja, koha, jeta ku jetojnë na, ndoshta e pamundson ato. Pse se në secili vend që kime hije, në autobus, në teren, kudo që kime hije, kime po e tingull, kime dëgju e tingull. Por kjo nuk është problemi. Problemi është kur qëtë mëkat, na e kena përvecu edhe i na mësu me to, derisa të i largu njerëzit prej muzikës, i kena shti në ilahia me vokale. E njëjta është. Duke i largu njerëzit për një muzikës atje, për një këngëtarit atje të njofshëm, i kena shti në ilahia, duke e përmen fjallën e Allah, duke e përmen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ato ilahia, por se në anën tjetër duke i përdorën vokalet. E njëjta gjë është kjo. E na normalizu me muzikën atje, me vokal, me instrument atje, pastaj i kena përvecu këto në vetet e tona.
Që kjo është problemi të cilin e ne duke trajtuar na sa thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, kur prishet komandanti që është zemra, prishet komplet ushtria. Kur prishet zemra e robit, prishet komplet gjymtyr. Thot Allahu në Kur'an të historia e Banu Israelve, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil. Allahu subhanahu wa taala i ka mallkuar ata të cilët e kanë mohu Allah nga bitë e Israilit, kanu la yatanahawna 'anil munkari fa'alu, sepse ata nuk e ndalonin njëri tjetrin nga e keqja. Allah subhanahu wa taala i ka mallkuar ata të cilët kanë mohuar prej Banu Israilit. Pse? Se nuk janë kon duke e ndaluar njëri tjetrin prej të keqës. E njëjta vëllezër po ndodh me neve sot. E njëjta po ndodh me neve. E shohim një vëlla musliman duke e bërë një vepër të keqe, duke e bërë një gabim, nuk jena në gjendje të paktën me shku mi thonë, Allah, po vi për hir të Allahut, po të këshilloj, që kjo është ka i të e boti, është haram, është punë e tina, ne të bëshadon, mos t'i për tina se po reagon keq. Po ne të reagon që është dënë, ti heke obligimin tënë, heke barën tonë dhe para Allah subhanahu wa ta'ala, heke obligimin dhe para Allah subhanahu wa ta'ala, që kjo është kur ta normalizojnë na. Aje bëmbe po valloj, s'ka muhabet me ta, unë, qysh me shku mirë, nuk është të vetë Allahu a kiti muhabet me ta, po nuk kiti muhabet me ta. Dush me shkue se Allahu kërë i përmend cilësit e besimtarëve të sinqertë në Kur'an thot, alladhina, ata të cilët ya'muruna bil ma'rufi, urdhërojnë për të mirë, wa yanhauna 'anil munkari, edhe ndalojnë prej të keqës. Që kjo është cilësia e besimtarit mirë, e besimtarit të sinqertë para Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe në ngjarjen e Anias. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se shembulli i atyre që i respektojnë kufit e Allahu subhanahu wa taala dhe atyre që i shkelin është si një grup njerëzish të cilët qëndrojnë në anije. Ata që ishin poshtë deshën kanë dashur me e hapën një vrim. Është një vrim të vogël me e hapën në anije. Po t'i linin milion ata kishin më ufundosën krejt. Njëjta mëkatin publik i cili bëhet. Mëkati i cili bëhet në rrethin ton shoqëror. Publikisht, dashte apo nuk dashte, nuk e dëmton veç mëkatarin. Nuk e dëmton veç ata i cili është duke bërë çat mëkat. Porse ai vazhdon me prek në familje, vazhdon me prek në shoqëri, pastaj vazhdon me prek edhe në ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu prishet e gjithë ajo gjenerat. Prishet e gjithë ajo shoqëri. Kur ti e sheh një mëkat, nuk është duke u prish veç ai i cili është duke bërë ato, porse edhe ti që nuk po reagon ndaj tij, sa ajo normalizohet, pastaj kjo prek në familjen tënde, edhe kështu përhapet në shoqëri. Shkalla më e dobët e imanit tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo e thot Imam Nevaviu, nëse edhe zemra nuk e urrejnë që të keqe, nëse edhe në zemrën tonë nuk e urrejnë që të keqe, atëherë nuk mbetet asgjë prej imanit tonë përveç emrit. Nëse as me zemër nuk e urrejnë ti të keqen, as me zemër nuk e urrejnë mëkatin, atëherë te ti nuk mbetet diçka prej imanit përveç se emërtimi i tina. Kjo është fjali, apo kjo hadith, pjesa e fundit e hadithit, është çështje e cila duhet me na zgjuar neve pak. Edhe secili prej neve me e këshyrën gjendjen e vet. Me e këshyrën punën e vet se ku peshon në peshon Allah subhanahu wa taala. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, urrejtja e mëkatit për Allahun është wajib li kulli muslim. Urrejtja e mëkatit, urrejtja e gjunahit për hir të Allahut subhanahu wa taala është obligim për çdo kënd prej muslimanëve. Është obligim për çdo kënd prej muslimanëve. Nuk po flasim se me urrejt mëkatin ose me fol kundër mëkatit ose me reagu kundër mëkatit veç hoxha në hutbe, ose veç hoxha në ders, ose veç hoxha të xhamia, ose veç ai i cili është duke mësuar fen. Jo. Wajib li kulli muslim thot Sheikhul Islam, është obligim për çdo një prej muslimanëve, për çdo një prej besimtarëve. Prandaj kjo çështje është kur zemra e ndjen për një fen Allah subhanahu wa taala. Sahabët nuk ishin njerëz të pandjeshëm, porse ata vazhdojnë kur e shihnin diçka të keqe, vazhdojnë me qajtë dhe me lut Allahun subhanahu wa taala që më ia mundsua atyne që më reagu kundër asaj keqe. Na nuk e lutme Allahun që më na mundsu me reagu. Porse na lutme Allahun, Allah largoje këtë keqe prej popullit, largoje këto, duke pritën që kanë mu largue këto sene, na pa bë kur gjë. As duke mos reagu me dorë, as duke mos fol me gjuhët tona, as duke e pasën që ta ma doptën me fol, me reague apo me urrejtën me zemrat e tona, Allah na lut prej saj. Ebu Bekri radiallahu anhu thotë se një ditë e lexonte Kur'anin dhe vazhdonte me çajtën aq shumë.
Nga njëherë që të ngjarje kur i dëgjojnë për sahabët ose për dikon prej selefit që kur e kanë lexuar një ajet kuranor kanë filluar me çajt, nuk e morën me shumë përrime. Pse? Se zemra ju nuk po çon. Zemra ju nuk po reagon. Zemra ju nuk po dridhet me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Se koha edhe çështja e imanit ton po dallon shumë prej imanit të mëhershëm. Zemra e tij ka qenë e gjallë. Zemra e Bekrit. Zemra e tina ka qenë e gjallë edhe ndaj reagimeve edhe ndaj veprave të tij ka po të në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot ajo se çka ndodh me neve është se e shohmi në haram, qeshmi me ta. Përveç se keshmi me haramin, Allahu na fal prej sajna, secili prej neve e vepron këtë, edhe në share atina në ta shef edhe ai, në të kesh edhe ai. Unë po keshi me çat haram, unë po keshi me çat keqe, por se t'ja çoj edhe atina edhe ai në të kesh. Haram për veti, bëhu sebeb me bëhu edhe ai haram. Për cilën urrejti tash ndaj mëkatit, folmi tash. Për cilën urrejti ndaj gjinajit, na i duke bisedu, Allahu na fal. Tjetra është e mbrojna padrejtësinë. E shohim që është duke ndodhur një padrejtë edhe tash me filanin e kena një jarani më të madhe, e kena një çështje pak më shumë. E shohim që ky është i padrejtë, në çfarë vepër është të bëhe, mundohemi me gjithë arsye për me arsyetuar këta. Ose të paktën për çfarë vepër mos me ngritë në zonën hiç. Në çuhet kalojnë të dita shokatët edhe nuk folet hiç. Sigur kishme u kon padrejtësia ndaj qetina, kishme me reaguar. Që kjo është kur na e normalizojnë atë padrejtën në mesin tonë. Edhe më rrezikshmja është kur muslimani fillon me u ndi rahat. Kur muslimani fillon me u ndi rahat me mëkatet edhe me veprat e këqija të cilat ishin në mesin tonë. Pa dhimbje, pa shqetësim edhe pa reagim ndaj tyre. Shenjat se zemra ende jeton është se nëse shikon mëkat, sheh gjuna, sheh vepër të keqe, mërzitesh, apo ndihesh keq prej sajna, apo vazhdon me u largu prej sajna, apo e sheh se filani është duke bërë gjuna, të paktën lutesh për Allahu me udhëzu ato, është shenjë se zemra jote ka met hala gjallë. Ka shenja të gjallënisë në zemrën tënde. Por nëse as që to nuk ishe, atëherë dush me lutë te Allahu subhanahu wa taala që Allahu me ta ringjall zemrën tyje, se zemra jote vetë se ka vdek. Thot Allahu në Kur'an falamma zagu azaga Allahu qulubahum. E kur ata devijun, Allahu subhanahu wa taala i bëri që edhe zemrat e tyre të devijojnë. Robi mundet me deviju me veprat e tina. Porse në zemrën me mbet ende udhëzim në fenë Allahu subhanahu wa taala. Por që kur vazhdon ti edhe thellohesh në devijim, edhe vazhdon devijimin me bëu normale se ti, falamma zagu, edhe kur ata devijun, azaga Allahu qulubahum, Allahu e bëni që edhe zemrat e tyre me devijue. Historia e Imam Ahmedit, Allah më shëroft, historitë të e kena përmendur shumë herë. Kur u sprovua me burg, me tortura, me goditje, edhe nuk pranoi me heshtën ndaj të kotës, sepse zemra e tij ka qenë lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Zemra e tij ka qenë e lidhur me Allahun subhanahu. Nëse sot dikush prej muslimanëve sprovohet me diçka të njëjtë, Imam Ahmedit, ma mirë konaj mos me fol se sa kish fol se çeç tashti. Ma mirë konaj mos me reagu se çeç tashti. Nëse ai shumë, ai nalet, ai nuk reagon, ai tit nuk reagon, kush ka me shku umetit e para, kush ka me u udhëzue njerëzit, kush ka me u fol njerëzit për fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Sigurisht se njerëzit kishin me shkuar, edhe pse kanë shkuar për dietarë, për hoxhallarë ndryshëm. Te Imam Ahmedi edhe kanë këshilluar që me lëshue pesë, sepse lejohet që muslimani me bën një vepër ndaluar kur ka detyrim, kur ka dhunë të lejohet ai me fol diçka edhe nëse on kundërshton fjalën e Allahut, për shkak se ka detyrim edhe ka dhunën. Imam Ahmedi prap ka vazhduar edhe me kundërshtue ato, edhe me qëndruar ato, edhe për shkak të provës të cilën e ka pasur. Vëllezër, neve mundet me na ardh dita që mos me pasën fuqi që me ndryshue një të keqe me durët e tona. Mundet me ardhën dita që mos me pasën mundësi as me folën kundër asaj të keqe. Po mos e lejo asnjëherë. Mos e lejo asnjëherë që me ardhën dita që as me urrejto me zemrën tonë. Sistemi apo dynjaja të cilën e jetojna, koha e cila mundet me ardhën, pushteti, udhëheqësia e cila mundet me ardhën, muslimanët në atë vend ku jetojnë, mos me pasën fuqi të madhe. Shembull, këtu ku jetojna, nuk ki fuqi të madhe si musliman që me reaguje ndaj një të keqes. Këtu nuk mundesh me reaguje me dorë.
me dalën me kundërshtu ato me dur të tua. Kjo është e ditme. Por se edhe me fol kundër, në qëtë vend ku jena të jetu, edhe unë tash që këtu, nuk mujna ndoshta me fol edhe kundër asaj përveç në mesin e muslimanëve. Por mos vjen dita, edhe mos t'ja bojna vetët këtë normale, që qëtë keqe që e shohmi në rrugë këtu, mos me urrejt as me zemrat e tona. Edhe kjo është ku mas shumëti sulmoheni na, edhe sulmoheni ju të cilët jetonin këtë vend këtu, Allahu e provë udhëzimin edhe në këtë vend. Çështja është ku çdo ditë përballesh me fitnë të ndryshme në rrugë. Çështja është ku çdo ditë përballesh me sulmim ndaj islamit në rrugë. Çështja është ku çdo ditë përballesh me lajme të ndryshme kundër islamit, kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kundër fjalës Allahu subhanahu wa taala, kundër mbulesës, kundër mjekrës, edhe gjëra të ndryshme kundër islamit, edhe vazhdon me ju dhon havi madh për krahje e madhe atyre të cilët janë kundër këtij suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ti me durët e tua nuk mundesh me dalë me kundërshtue. Se fuqia e jon tash për tash është e dobët. Lusim Allahun që me epru edhe me forcu umetin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe me dalë me fol në rrugë, shesh këtu, me fol kundër kësajna, nuk e kijet muslim. Ti mundesh me dalë, por se pastaj pasojat janë tjera, jo vetëm për ty, por edhe për një pjesë të madhe të muslimanëve që jetojnë këtu. Por se mos vjen mundësia që çet keqet të cilën na e shohim këtu as me zemrat e tona mos me rrej. Kjo është një pjesë e imanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo nuk tha se është pjesë e imanit urrejtja me zemër, por se tha se wa dhalika min adhafil iman, kjo është shkalla më e dobët iman. Do të thonë që kjo është kufiri. Deri këtu e kije me reague me dorë, me reague me gjuhë, me urrejt me zemër. Që tu është kufimi. Maknejna më nuk kije këmë shku. Nëse edhe që tu e lëshon t'i pejnë, pastaj vin tjera që devijon zemra edhe ngurcohet zemra. Vija e fundit, fortesa e fundit, nëse bie edhe kjo, çfarë ka me mbet në zemrat e tona. Nëse edhe urrejtja me zemër nuk ekziston më te na për ndaj një të keqe, çka ka me mbet më prej imanit, çka ka me mbet më prej besimit në Allahun subhanahu wa taala. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që me i ngjall zemrat e tona. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që me na bëj për atyre të cilët e dojnë të mirën, e përkrahin të mirën, edhe e urrejnë të keqen, edhe flasin edhe reagojnë kundër të keqes. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që mos më na i verbru zemrat e tona. Ne lutim Allahun subhanahu që me na bëj për atyre të cilët flasin çdo herë për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E duaja më mirë është duaja të cilën e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, o rrotullues i zemrave, forcoj zemrat tona në bindje ndaj teje, o rrotullues i zemrave, forcoj zemrat tona në fenë ndaj teje. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që ta forcon umetin musliman, ta forcon musliman kudo që janë ata, edhe ta triumfon, ta bën Islami fjalë atina që më kon më e nalta në بوتن الإسلام أقول ما تسمعون وأنا خلفه واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.